Debati mes Klodit dhe Elionës nis në një atmosferë të tensionuar, ku që në fillim ndihet se mes tyre ka shumë gjëra të pathëna. Klodi i drejtohet Elionës me një ton serioz dhe të ashpër, duke i thënë se ajo nuk është në rregull me veten dhe se mënyra si po sillet po e çon situatën gjithmonë e më keq. Ai shprehet hapur se mendimet e saj janë të gabuara dhe se ajo po krijon skenar në kokën e saj që nuk kanë lidhje me realitetin. Eliona përpiqet ta ndërpres, por Klodi vazhdon pa u ndalur. Ai i thot se ajo po mendon budalliqe dhe se po e lodh me akuza dhe dyshime të panevojshme. Sipas tij, xhelozia e saj është krejtësisht pa vend, sepse nuk ka asnjë arsye që ajo të ndihet kështu. Ai e bën shumë të qartë se mes tyre nuk ka diçka më shumë dhe se ajo po e shtrembëron situatën sipas dëshirës së saj. Eliona, e prekur nga këto fjalë, përpiqet të mbrohet. Ajo thot se ndjenjat nuk janë diçka që kontrollohen lehtë dhe se reagimet e saj vijnë nga ajo që ka parë dhe përjetuar. Zëri i saj dridhet her pas here, ndërsa përpiqet të shpjegojë se pse ndihet e lënduar dhe pse disa veprime të Klodit e kanë bërë të ndihet e pavlerë. Ajo i thot se nuk është e drejtë të minimizohen ndjenjat e saj duke i quajtur budalliqe. Por Klodi nuk tërhiqet. Ai i përsërit se ajo po e egzageron gjithçka dhe se xhelozia e saj është e pakuptim, sepse ai nuk e do dhe nuk i ka dhënë asnjëherë shpresa për diçka më shumë. Ai e thot këtë hapur dhe pa hezitim, duke theksuar se nuk dëshiron që ajo të vazhdojë të sillet sikur ka një lidhje mes tyre. Fjalët e tij janë të drejtpërdrejta dhe të ftohta, gjë që e bën debatin edhe më të rënd emocionalisht. Situata tensionohet edhe më shumë kur Eliona e akuzon se sjellja e tij ka qenë kontradiktore dhe se ai herë afrohet e herë largohet, duke e futur në konfuzion. Ajo i thot se kjo sjellje ka qenë arsyeja kryesore pse ajo është ndjerë xheloze dhe e pasigurt. Klodi, nga ana tjetër, i përgjigjet se ajo po kërkon kuptim aty ku nuk ka dhe se po i jep vetë. Një rol që nuk ekziston. Debati vazhdon me zëra të ngritur dhe emocione të forta. Klodi e mbyll bisedën duke i thënë se ajo duhet të qetësohet dhe të kuptojë realitetin, sepse sipas tij, gjithçka është shumë më e thjeshtë nga sa ajo e bën. Ai i thot se nuk ka pse të jetë xheloze dhe se duhet të ndalojë së menduari gjëra që nuk janë të vërteta. Eliona mbetet e prekur dhe e zhgënjur nga ky debat. Ajo ndihet e keqkuptuar dhe e nënvlerësuar, ndërsa Klodi largohet duke lënë pas një atmosferë të rëndë dhe shumë tension. Ky përballim mes tyre nxjerr në pak diferencën e madhe në mënyrën si të dy e shohin situatën dhe lë plagë emocionale që nuk mbyllen lehtë.